Një ngjarje makabër është shënuar në Greqi ku nusja ka masakruar për vdekje vjerrën e saj për të shlyer borxhet e kumarit. Nusja e tradhtoi incizimi dhe gjurmët. Ngjarja e tmerrshme në Greqi ka ndodhur në fakt disa ditë më parë, por është mundur të zbulohet vetëm ditën e sotme. Autoritetet kanë gjetur trupin e masakruar të 75 vjeçares, e më pas edhe një video incizim ku dëgjohen kërcënimet e gruas 46 vjeçare dhe lutjet e 75 vjeçares për të ndaluar së godituri. Në video dëgjohet e moshuara duke u lutur ati ynë përpara se të jepte frymën e fundit. Ishin kamerat e sigurisë ato që zbuluan se 46 vjeçaria ishte autoria e kësaj masakre. Më pas gjatë kontrollit në makinë u gjet edhe gjurmëgjaku. Çfarë i tha 46 vjeçaria policisë? Autoria e krimit deklaroi se arsyeja pse hyri në shtëpinë e 75 vjeçares ishte për të marrë para, konkretisht 1100 euro, por situata doli nga shinat kur mendoi se viktima e kuptoi. Sipas dëshmisë autores, e moshuara i kishte dhënë burrit të saj 10.000 euro dhe më pas kishte kërkuar borxhin. Fillimisht çifti kishte kthyer 8.000 euro, ndërsa kishte bërë gati edhe 1.000 euro për t'ia dhënë 75 vjeçares. Nusja e djalit e varur nga kumari kishte provuar fatin duke humbur gjithçka. Më pas 46 vjeçaria ka shkuar në banesën e të moshuarës për t'i grabitur parat për të shlyer borxhin që tashmë kishte lënë në kumar. Sipas mediave greke, 46 vjeçaria, duke ditur se ku ishin pozicionuar kamerat e sigurisë, ka vendosur maskë për grabitjen dhe është futur nga dritarja. Më pas ka kërcënuar të moshuarën, t'i tregonte se ku ndodheshin parat, por pas rezistencës së saj, nusja e ka goditur disa herë me thik duke e lënë të vdekur. Në fund, në video incizim dëgjoheshin vetëm fjalët e të moshuarës, e cila gjatë gjithë kohës lutej.